Dikunger thot, ke qenë fan si madh i Trumpit dhe Magës. Vlla, për aq kohë sa Trumpi fliste kundër liberalëve që donin na fusin LGBT-n në për shkollat e fëmijëve, donin na fusin një dhe po ndiheshim keq që jemi meshkuj me testosteron, dashurojmë femrat, sepse në të kundër duhet dashuronim meshkujt, sipas tezës liberale. Normale do isha fans i një njeriu që dilte kundër këtyre. Po unë nuk jam fan si pedofilave, o vlla, nuk jam fan si vrasjes fëmijëve. U bë hapur. U bë hapur vlla. Më hapur se kaq nuk ka. Unë nuk ma ka lënë baba dhe nona Trumpit. Trumpi është i politikan, unë nuk besoja si politikan vlla. Unë thjesht ndjek tezën e momentit. Pra, midis konservatorizmit edhe të qenurit mace dhe qenë dhe mi, unë zgjedh qenurit njerëj vlla. Edhe mashkull. Dhe nuk diskutojmë mbi këtë fakt se ishte dhurat nga Zoti që mboni mashkull. Mund të bonte edhe femër. Po zgjodhi të isha mashkull, pra e kam një arsye pse kam marrë mashkull këtë botë. Unë nuk diskutojmë mbi këtë. Prandaj kam qenë mbështetës, jo fans, mbështetësit i politikave të Trumpit.